mëngjes nga dita tamam e parë në Sarandë, se dje erdhëm shumë vonë dhe sot kemi një program të mbushur plot. Dje u lodhëm rrugës, por u kënaqëm nga rruga e bukur dhe sot do shijojmë thesaret që jugu Saranda ka, që është Butrinti, Ksamili, ndoshta Syri Kaltër edhe patjetër Kalaja e Lëkursit për të ngrënë darkë. Do i marrë të gjitha përshtypjet që do kemi dhe për mua pas 4 vitesh duket prapë sikur jam në një vend të ri me pushime. Sot e kemi motin shumë të mirë dhe shumë të ngrohtë, kështu që shpresoj mbase të kemi fat. Nuk e di, të harxojmë pak kohë edhe në Ksamil, ndoshta në plazh, nuk e di nëse do notojmë sepse deti mbase është i ftohtë. Do ta shikojmë. Jemi këtu edhe kemi ardhur për të ngrënë mëngjes dhe do t'ja u tregoj pak se sa bukur që është edhe çfarë do ha mëngjes. Nuk e di, jam shumë mirë sot. Shpresoj të jetë gjithë dita kështu, sepse vërtet në muajin e 6 që jam dhe jam duke lëvizur kaq shumë, jam duke përgatitur bebin për rrugë të gjata kur të lindi. Kështu që shpresoj mos jem duke bërë ndonjë gabim. Kjo është mëngjesi. Pas kemi bukë me salcice, tomate, gjëra të ëmbla. Dhe këtu besoj kemi vezë. Vezë dhe salcice. Djathë, mjaltë, kek, cornflakesa dhe pak fruta. Mëngjesi ishte shumë i mirë. Doja t'ju tregoja veshjen që kam zgjedhur për sot. I kam këto robabanjet gati që të shkoj në plazh. Stefani ka qeset. Tani do nisemi dhe ndalesa e parë është në Butrint. Sa po arritëm dhe tani do futem atë çmimi e zemër. Shiko, që ka ullur, se ka qenë më shtrenjtë. E zvatoja. Para 4 vitesh ka qenë më shumë. Sa? 4 vite. Ka qenë 15 personi. Shumë mirë, mirë në vetë. Ja, wenn wir mit dem Gruppe gehen, dann 8. 10.000 lekë personi. Është shumë mirë. Mua do më paguaj burri, se unë nuk kam lekë, edhe futemi në Butrin. Organizimi ishte shumë i mirë. Qa? Wie viel ein Ticket? 10. 1.000. 1.000. Okay, pay bilet. S'ma më paguan vjeri, po më paguan burri vjera. Si sa vjerë të mirë që kam. Paguan biletën. Stefani është guida jonë për sot. A ke në shqip apo në anglisht? Në gjermanisht. Në gjermanisht? Okej, hajde, fillo. Ku jemi? Jemi në Butrin. Shumë mirë. Fillimi mirë. Okay. Okay. Willkommen, Sie sind hier. Also, das Interessante an Butrint ist ja, das hatte ich ja schon gesagt, dass du an einem Fleckchen Erde so viele verschiedene Ruinen findest. Tani jemi tek teatri, amfiteatri i Butrintit dhe po lexonim që ky është ndërtuar nga pjesa romake. Brezhkat. Por gjithë kjo ndërtesa këtu është ndërtuar 400 vite para Krishtit, ndërsa pjesa e teatrit pastaj është ndërtuar në kohën e Romës. Ruina dhe pamja është gjithmonë fantastike. Shikoni daljen e det. Ky do t'jetë rrethimi jashtë. Këtu jemi në një rreth pagëzimi, pra këtu pagëzoheshin rreth shekullit të 6. Dhe vërem shumë mirë se si nga zoti i dritës i nuk e di detit, jemi tek Krishti, pra krishtërimi dhe pagëzimi.
Dhe kjo është mbetja që ka mbetur. Aty në mes, siç e shikoni, ty duhet këtë që në pjesa e ujit ku edhe ndodh të pagëzimi. Interesante. Unë gjitëm në majtë të malit dhe tani do hymë këtu te hyrja e muzeut. Duket shumë bukur dhe duhet patjetër të pimë diçka se jemi të raskapitur. Shikoni pamjen fantastike. Edhe këte liqeni i Butrintit, edhe këte pjesa e fortifikimit, atje ma tanë, tali pas të pelenës, dhe aty bëhe mbrojtja që mos hynin të ajo pjesa e ngusht, të me thënë, ushtarët e perandorisë Osmane. Si që po shikoj, atje po bëhet edhe një rrugë, shikoni, që nuk ka qenë më përpare. Mirë se erdhe në Butrin, kësa mirë, më farë. Pas kemi plazh publik tu. Do ulemi në rër dhe s'do harxojmë lek. Apo jo? Po ti ke rroba banjën në makinë. Po. Uji është fantastik. Shikoni. Kemi ardhur në plazhin e pulbardhave. Në fakt makina mund të hynte deri këtu, por neve nga frika e kemi lënë lart dhe tani do shkojmë të shikojmë nëse bari është hapur apo jo. Ku jemi Zema? Jemi te plazhi i që kishin emrin Mëfe. Po nuk e di nëse pulbardhave. Po ecim pak këtu tek deti. Kjo pjesa këtu më duket se është det plazh publik. Tani ecim pak, do shkojmë, do ngjitim rrugën, atje lart është makina.
Atje do ngjitemi, ndalesa tjetër është në hotel dhe ndalesa tjetër është në restoran. Pasi u kthyem nga shpella e Pullumbasve, shkuam direkt në hotel, u freskuam pak, u qetësuam, edhe tani kemi ardhur për darkë. Jemi me këtë pamjen fantastike, sepse kemi ardhur te Kalaja e Lëkurasit, që është edhe simboli, do thoja, i Sarandës. Kalaja e Lëkurasit, ku shikohet nga lart gjithë qyteti, gjithë deti, bashkë me ishujt, bashkë me gadishujt. Dhe pa tjetër që këtu do ham dhe një diçka tradicionale. Herën tjetër që kam qenë këtu e mbaj më shumë mirë, kam pasur madje edhe valle edhe këngë, po sot jemi gjatë javës, kështu që mbase edhe nuk ka. Gjithsesi, do ta shikojmë mirë Kalan, rënojat sa ka mbetur, dhe pastaj do ulemi për të ngrënë. Pak ftohtë, po është shumë ftohtë. Shikon komplet pjesën e maleve, të fushave, të detit, të ishujve, të gadishujve. Fantastike. Sot nuk është hapur akoma pjesa jashtë e restorantit, po ne do ulemi brenda. Gjithsesi, ta shikojmë një herë komplet pamjen jam. Kemi ndryshuar planin, ha? Sepse nuk na qasën te Kalaja e Lëkurasit dhe ne gjetëm një lokal më të bukur. Tregoje pak. Jo se nuk na qasën, po ishin të zënë. Nou ga nu voice-over maken. Hajde, provo. Djath i pjekur me mjalt. Assistita? Shumë mirë. Shkafin gjerë në shkut optional? Po, edhe për mua. Shpeta me pak bru, me pak bërët dhe me mjalt. Faleminderit, dankeschön. Dan probier mal. Gut? Sehr gut. Mirë mëngjes nga dita tjetër. Sot e kemi nisur ditën pak më herët, jemi nisur që në orën 8 nga hoteli, kemi ngrënë mëngjes. Dhe tani ndalesa e parë për ditën e dytë që jemi këtu në dita e tretë, po ditën e parë vetëm erdhëm shumë vonë dhe hëngrëm, ditën e dytë ishim në Butrind, ishim në Ksamil, ishim tek shpella e Pulbardha, plazhi Pulbardhave, ishim te Kalaja e Lëkurasit. Kështu që sot do nisim me syrin e kaltër. Pastaj drejtimi është për në Gjirokastër dhe pastaj do shikojmë çfarë do shikojmë tek rruga e kthimit.
Kjo këtu është hyrja për tek syri kaltër. Ne po e bëjmë në këmbë, sepse mund edhe të shkoni me tren. Treni që kalon të këtu. Ne po duam ta bëjmë në këmbë se bileta e trenit ishte 3000 lekë për 500 metër. Kështu që nuk ja vlen dhe po shkojmë në këmbë se rruga që nga shumë e mirë. Okay. Ich habe gerade gedacht, bevor die nächste Ua, sa po arritëm, shikojeni çfarë bukurie që është këtu, ju lutem. Uj, kristal. Unë bëj një video. Mirë. Sa po arritëm tek syri i kaltër, shikoni si është uji. Jo te syri i kaltër, te lumi. Tek syri i kaltër do vem tani. Në fakt, sot që nuk kemi diell, nuk besoj se do duket aq blu dhe i bukur, po gjithsesi le ta shikojmë mbase kemi fat. Kështu që le të shkojmë. Këtu gjelbërimi domethënë nuk ka shoq. Shikoni këto, kungujt më duket se janë. Por si që shikoni janë bërë disa urka dhe është bërë edhe një platformë që po e shikoj unë atje. Le ta shikojmë. Këtë vit që ka bërë një platformë, si që po ju thoja, dhe është rregulluar pak. Jo si vitet e kaluara. Le të shkojmë këtu dhe ta shikojmë që nga lartë. Më përpara lejosh që të notoje këtu tani, jo, si duket. Edhe herën tjetër që kam qenë ka pasur vetëm turist shqiptar. Sot vetëm të huaj. Më bëhet shumë qefi që Shqipëria po zhvillohet në këtë lloj mënyre dhe shpresoj që pse jo, të vazhdoj kështu. Stefani vajzit të fusi duart. Stefan, njësoj si para 4 vitesh? Njësoj si para 4 vitesh? Është shumë ndryshe. Shumë ndryshe. Është bërë pak investim, një platformë, rruga, atje. Tani swimming është ndaluar. Të notoj. Notimi Notim? është ndaluar. Po, kurse ne para 4 vitesh lejoheshim të notonin. Po fate keq apo jo, ha? Jo, unë nuk doja. Edhe unë Ishte shumë ftohtë. Po unë mendoj që ishte fami. Po. Sapo mbaruam edhe vizitën tek syri i kaltër. Na, was denkst du? War schön? Das war sehr schön. Ja? Muss man mal gesehen haben. Ja. Edhe ne që e kemi parë hera e dytë, ishte shumë ndryshe. Kështu që gjithë që jeni këtu, besoj duhet të vini dhe të shijoni një kafe këtu te ky restoranti. Tani nuk e di, do shkojmë të pyesim për të ngar kajak, sepse pjesën e liçenit nuk e mbaj mend që e kam parë herën e parë që kemi ardhur.
Edhe nëse do jetë çmimi i mirë dhe do gjejmë një vark me 3 vende, patjetër që do ta marrim. Për ndryshe, do vazhdojmë për një Gjirokastër dhe shumë faleminderit të gjitha juve që më keni shkruar se ku mund të ham, ku mund të pim dhe çfarë të vizitojmë në Gjirokastër. Kështu që mezi po pres. E morëm varkën, nuk e shvele dish një sakt. E morëm varkën edhe jemi tani si princesha. Stefani po na nxjerr xhiro. Shikon. T'ja u tregoj. Jepi Stefan. Sa po përfundojmë gjiron, ishte shumë e bukur. Besoj që do ja u sugjeroja të gjithëve që ta bëni një herë, pse jo, sidomos nëse do keni dikë që t'ju vërtiti. Liçeni nuk është shumë i madh, por është shumë i bukur dhe shumë larg zhurmave, dëgjon zoq, dëzojnë vet kosa. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Edhe do parkojmë atje diku, kështu që nuk do na duhet ta bëjmë të rrugën në këmbë siç e bërëm. Edhe moti nuk është shumë i nxehtë, është freskët, po është ngrohtë, nuk është ftohtë. Kështu që e hoqëm dhe këtë. Tani jemi rrugës për në Gjirokastër, se po më zë dhe uria. Nuk e di do ham para apo pas. Tash. Sa kushtoi Stefan? 30 euro, 10 euro për person. Mund të merrni ose këto varkat e mëdha deri në 5 persona, ose ato kajakët e vegjël që janë dysh, ose dhe mund ta ngasësh vetë. Sa po arritëm në Gjirokastër dhe ishte një sfidë e vërtet derisa gjetëm parkim. Sepse ka kaq shumë pak parkime për gjithë këta njerëz që duan të vinë këtu. Kështu që tani do zbresim disa shkallë të gurta dhe do shikojmë nga fillim pazarin, do shikojmë një gjë ku do ulemi, të ham diçka. Edhe siç e shikoni, këto shtëpitë fantastike të Gjirokastrës me gur që janë të mbrojtura edhe nga UNESCO nëse nuk gaboj. Kjo është hyrja tek pazari vjetër. Shikoni sa bukur që duket me këto tavolinat në qendër dhe këtu nuk lejohen më makinat. Mirë se erdhem në Gjirokastër, se kjo pjesë e qytetit nuk isha qenë asnjëherë, pazari vjetër, përveç se ka gjëra shumë të lezetshme për të blerë, ka edhe një tjetër frym, siç e shikoni këtu shtëpitë janë tamam i stilit otoman. Pra janë shumë të ngushta dhe vinë kështu si trekënd, pra fillojnë duke u ngushtuar. Më duket se këtë stilin kështu e kanë edhe francezët që vinë gjithmonë banesat kështu. Franceza? Por dritaret që janë kështu me dru janë tamam stili otoman. Ne do ham diçka edhe besoj që më vonë pastaj do shkojmë tek Kalaja që është fiks aty sipër. Dhe ka mundësi që të shikojmë edhe muzeun etnografik që ka qenë edhe shtëpia e Enver Hoxhës, së ish diktatorit. Dhe mbas edhe shtëpinë e Ismail Kadares. Kështu, çfarë do ham? Da gibs pizza.
pa muzeun e armëve. Tani kemi dalë këtu, po shkojmë drejt zonës së koncerteve. Edhe këtu kemi edhe gjithë këto topat. Çfarë quhen gjermanisht këto zemra? Kanone. Kanone. Edhe kemi dhe një pamje shumë të bukur të qytetit. Okej, bërëm një tur shumë të madh aty tek pjesa e kullës së Saatit. Doja t'ju tregoja pak që hyrja këtu kushtoi 400 lekë për person, 400 lekë të reja, që do të thotë për mendimin tim është vlen shumë fare, sepse është gjithë kalaja, është muzeu i armëve, dhe një pamje fantastike këtu lart ku ngjiteni si të luginës së Drinos, po ashtu edhe të qytetit të Gjirokastrës. Unë shkova dhe në tualetet po ashtu ishin shumë të pastra dhe më pëlqen shumë që është kaq shumë e mirë mbajtur. Normalisht që pjesa jashtë është shkatruar më shumë sepse është luftuar nga kushtet e motit, kurse pjesa brenda është shumë mirë mbajtur. Kështu që besoj një herë në jetë duhet patjetër të vini dhe ta vizitoni Kalan e Gjirokastrës. Plus që pazari po ashtu ishte fantastik. Besoj që kemi parë pjesën më të madhe, normalisht që do ndalojmë diku për të pirë diçka se jemi shumë të etur. Dhe pastaj do shikojmë çfarë do bëjmë rrugës. Gjithsesi e kemi orën gati 4, e pa besueshme se jemi nisur që në orën 8:30. Telefoni im mbaroi nga udhëtimi në Gjirokastër. Tani u kthyem në Sarand. Gjirokastra ishte shumë e bukur, por vërtet një problem me parkimin. Nuk e di për të gjithë gjirokastritët ngriuni, bëni ndonjë formular, ndonjë ankimim që të krijohet ndoshta një rrugë tjetër se si të futesh më mirë në Gjirokastrë, mbase ne nuk e dinim, po domethënë u futëm nga qyteti i vjetër edhe ishte një tmerr. Dhe kishim aq shumë frikë nëse do ta zbrisnim makinën apo jo, saqë nuk e shijuam vërtet atë pjesën e bazarit dhe pjesën e kalas, sepse kishim mendjen te makina apo do na prishen gomat. Kështu që kjo ishte vetë një gjë. Kur u kthyem pastaj nuk arritëm dot që të shikonim muzeun etnografik, sepse ishte mbyllur edhe shtëpia e Ismail Kadares në momentin që shkuam neve nuk ishte asnjëri. Më erdhi pak keq me thënë të drejtën sepse të doja që t'ja u tregoja edhe Vjerës edhe Shtefan, po edhe vetë shikoja se nuk i kisha parë, por çfarë të bësh. Tani do dalim, në fakt nuk kam fare uri. Jam shumë e lodhur. Më besoni është shumë bukur këtu, po dua të shkoj në shtëpi, jam shumë e lodhur, dua të qetësinë time, dua krevatin tim, dua mackat e mia. Pas 16 ditësh, sepse sot është data 16, dua vërtet të iki në shtëpi. Jam shumë e sigurt që duhet të kthejmë prapë në Shqipëri, por dua ca ditë pushim. Kështu ora është 6:30. Kjo do jetë darka e fundit që do ham në Sarand, sepse nesër në mëngjes nisemi për në Tiranë. Do harxojmë pastaj edhe 1 vit e gjysmë në Tiranë, edhe kemi parë shumë në këto ditë. Pra kemi parë Pogradecin, kemi parë Korçën, kemi parë rrugën, Përmetin, Kulturën, Gjirokastrën, Sarandën, Ksamilin, Lutrintin. Unë po mendoja të ndalonim edhe tek Apollonia, t'i tregoja pak qytetin e vjetër i lirë, Apollonin.
Nuk e di nëse do ta bëjmë. Kemi dy opsione, ose do ndalojmë nesër tek Apolonia ose do ndalojmë tek Kodra e Kuajve ku kemi bërë edhe dasmën tonë. Dhe do ta kemi pak si kujtim dhe pak si nostalgji. Kështu që nuk e di, do ta vendosim nesër në mëngjes. Për të ngrënë mëngjes këtu në hotel nuk do ham nesër sepse mëngjesi fillon shumë vonë në orën 8 dhe ne duam që të ikim më përpara. Mos na kapit ndonjë trafik rrugës. Duam që të nisemi ndoshta edhe që në orën 7 ose edhe që në orën 6:30. Kështu që sot le të shijojmë Sarandën, duam të provojmë një picë të mirë këtu. Dje kemi ngrënë ushqim tradicional, kështu që sot duam të ham diçka ushqim më të lehtë, jo aq. Mbas unë do marr prapë vetëm një sallat, nuk e di. Kështu që shkojmë, inshallah, besoj do shkojmë tek Proper Pizza. Sepse vërtet shkuam tek Kalaja e Lukursit, që ishte mbyllur. Dhe shkuam pastaj tek restorant Panorama, ishte më duket që ishte fantastik. Jo, sugjeroj 10 nga 10. Domethënë, pa shkuar te Kalaja e Lukursit, kishte pamje këthe nga fusha, nga male, shumë i bukur, ushqimi fantastik, stafi shumë të komunikueshëm dhe të mirë, edhe çmimet perfekt. Kështu. Unë sot jam veshur mirë sepse është ftohtë, siç e shikoni nuk ka diell sot. Ku jemi pas 3 vitesh, tani jemi një çift e bebi. Këtu jemi martuar në vitin 2022 në 3 shtator. Edhe tani po vim që ta shikojmë. Pasi unë nisëm nga Saranda, kemi arritur pothuajse deri në Shkëmbi Kavajës në Durrës, edhe menduam që sot stopin do ta bëjmë pikërisht në një ambient shumë special, që është edhe Kodra e Kuajve, ku ne jemi martuar. Po besoni njerëz, ju që s'keni ardhur Kodra e Kuajve, googloni edhe hajdeni. Edhe në rast se unë do martohesha përjetësisht, ky do ishte location që do ta zgjidhja 1 milion herë. Çdo gjë është fantastike, palepamja! Ja, kështu, këtu i tham po njëri tjetrit. Apo ja, ke emocione? Tani kemi dhe baby. U kthyem mbrapa në kohë. E pam edhe sallën e dasmës kur jemi martuar, shikoni fytyrën time. Ka shumë emocione. Jam shumë e lumtur. Shko po qaj tani që kemi ardhur dhe kemi dhe baby në barku. O, zot. U kënaqa shumë. Asa më pëlqeu që bëra një stop këtu dhe do vi me Shtefanin edhe një herë të ham tamam tër menyn e dasmës, se nuk e kemi pasur mundësinë të ham në dasmë nga që ishim duke kërcyer. I provojmë të gjitha, pamja fantastike. Ne do shkojmë në Tiranë, do të çekojmë tek hoteli që kemi dhe do shikojmë se çfarë do bëjmë në Tiranë. Nuk e di se sa do qiroj, por do përpiqem sa më shumë. Dhe kjo ishte gjithë udhëtimi jo në Shqipëri. Tani po hypim në avion. Ishim pushime shumë të bukura. Edhe shpresojmë që të vim prapë në Shqipëri dhe të shikojmë pjesën veriore. Ciao, shihemi në video tjetër.